Debati I fundit në reality show-un Ferma VIP, ku konkurrentja Fabiola përdori gjuhë fyese ndaj moderatores Arbana Osmani, ka shkaktuar reagime të shumta dhe diskutime në publik. Pas këtij episodi, vëmendja është përqendruar edhe te një deklarate e mëhershme e banores, duke ngritur dyshime për një lidhje të mundshme familjare me saj dhe bashkëshortit të moderatores Eduard Grishaj. Diskutimi lidhet me një moment të transmetuar disa ditë më parë në shtëpinë e spektaklit, ku gjatë një aktiviteti u shfaq një film I realizuar nga Grishaj. Në fund të shfaqjes, një nga banoret, Ola, deklaroi para të tjerëve: Eduard Grishaj, kushërieri em. Ndërkohë, në rrjetet sociale po qarkullon edhe një pjesë nga një interviste mëhershme e regjizorit me Arian Çani, ku flitet për origjinën e tij nga zona e Bajzës në veri të Shqipërisë, fakt I konfirmuar edhe prej vet Grishajt. Kjo e dhënë po përdoret si një element që mund të mbështesë pretendimin për lidhje familjare. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar që ta vërtetojë këtë raport.